të Erion Veliaj. Tregoj që nuk je kolegi Erion Veliaj dhe nuk je aty për të luftuar opozitën, për të burgosur opozitën, për të burgosur Sali Berishën për 318 ditë e për të marrë zvarr dhe për të marrë peng ish presidentin e ish kryeministrin Ilir Meta. Tregojeni që nuk keni agjendë politike, që nuk keni institucion politik, por jeni aty për zbatuar ligjin. Qoni para drejtësisë ata që vjedhin qytetarët shqiptar. Boll bët luftë me opozitën. Tashmë ju ka rënë maska. Me aferën e Bashkisë Tiranë nuk ka më qytetar shqiptar, edhe ndërkombëtar, me që i keni merak, që nuk e di që ju jeni të marrë peng nga Erion Veliaj. Altin Dumani, nuk ka shqiptar që nuk e di që janë bllokuar sërish masat për Erion Veliaj. Sepse ju nuk keni kohë që zbatoni ligjin, se jeni peng Erion Veliajt, ju ka marrë peng kolegu juaj Erion Veliaj.